Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa u ndal këtë të martë në Tiranë. Në kryeministri zyrtari i lartë i Unionit u prit nga kreu i qeverisë Edi Rama, ndërsa më pas në konferencën e përbashkët ai dha lajmin e mirë për Shqipërinë. Kemi kushtet për të filluar mbylljen e disa kapitujve. Dje komisioni ka sjell Këshillit propozime për mbylljen e 3 kapitujve, po ecet përpara dhe këtu duhet të përqendrohemi. Shqipëria ka një synim shumë ambicioz për përfundimin e negociatave në fund të vitit 2027. Jemi në qershor 2026 dhe kemi edhe një vit e gjysmë përpara. Ndaj duhet të punojmë fort. A është e vështirë? Po. A është e pamundur? Jo. Për Antonio Costa, në rëndësi ka puna e bërë nga Tirana zyrtare për reforma, të cilat nuk shërbejnë vetëm për procesin antarësimit në Union. Këto reforma më shumë se sa kushte janë në zgjedhje nga ana juaj për të ndërtuar institucione të forta demokratike. Angazhim për ruajtjen e një pushteti gjyqësor të pavarur janë thelbësore. Përshpejtoni luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Krati, kryeministri Rama vuri në dukje se vendi ynë dhe Unioni kanë të njëjtën qasje për procesin. Kemi dakordsi 100% për sa i përket detyrave që ne duhet bëjmë. Kemi dakordsi 100% për sa i përket domosdoshmërisë që të ecim me këtë ritëm dhe të fillojmë me mbylljen e kapitujve. Kemi dakordsi 100% që të bëjmë çmos që rajoni si tërë të funksionojë si një kolektiv. Më herët, presidenti Costa zhvilloi dhe një takim me presidentin e Republikës Bajram Begaj.